Në Muzeun e Historisë në Vlorë që varet nga Bashkia e Vlorës është hapur një ekspozit për luftën e Vlorës. Ky ekspozit ka tërhequr ditët e fundit vëmendjen e shumë pushuesve turistëve që po vizitojnë qytetin bregdetar, qofshin këta vendas apo edhe të huaj. Sipas Skënder Spaiut, drejtori të Muzeut të Historisë në Vlorë, ky ekspozit sjell një panoramë të luftës së Vlorës. Spaiu thotë se ajo do të qëndrojë e hapur për të gjithë vizitorët deri në fund të muajit korrik. Drejtori i Muzeut të Historisë thotë se ekspozita ka patur një interesim të jashtëzakonshëm, jo vetëm nga qytetarët e Vlorës dhe shqiptarët, por edhe të huajt që janë shumë të prirur për të mësuar për historinë tonë. Po është një ekspozit, një retrospektiv e veprimeve ushtarake, e pjesëmarrësve të qetave të armatosura, të ardhur nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm të Florës, por edhe një panorame e komisionit që dorëzon Vlorën, Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, kryesuar nga Osman Axhiu, të formacioneve, por dhe festa e vlonjatëve, datën 4 shtator, ditën e sqarimit të Vlorës nga pushtuesit italian. Kjo është një ekspozitë e cila do qëndrojë hapur deri në fund të muajit korrik dhe presim të vizitohet nga kategori të ndryshme vizitorë që vizitojnë muzeet e qytetit të Vlorës në varësi të bashkisë. Spaiu thekson se në nisje të këtij sezoni turistik ka një rritje prej 18% të vizitorëve që kanë vizituar muzeet e Bashkisë së Vlorës në krahasim me një vit më parë. Ashtu sipas tij edhe orari i vizitave në muze ka ndryshuar. Muzeet janë të hapur edhe gjatë ditës së hënë. Pjesa më e madhe e vizitorëve janë të huaj që janë të interesuar për historinë tonë, ndërsa grupin më të madh të tyre e përbëjnë italianët. Me çeljen e sezonit turistik, neve kemi një rritje rreth 15 deri në 18% të numrit të vizitorëve krahasuar me muajt e vitit të kaluar, por njëkohësisht edhe ne kemi ndryshuar fleksibilitetin e orarit të hapjes dhe të mbajtjes hapur dhe të pritjes së vizitorëve në muzeet e qytetit. Kjo edhe në orat e mbasdites, por edhe ditën e hënë që ne kemi bërë pushim, tani muzeet janë të hapur dhe ditën e hënë deri në orën 13 të mesditës. Kush janë ata që vizitojnë në këtë periudhë? Pjesa më e madhe janë të huaj dhe ne fatmirësisht çdo ditë mbajmë ato statistikat, janë më të interesuar kryesisht italianët që përbëjnë grupi më të madh të vizitorëve dhe pushuesve në Vlorë, po edhe kategori të tjera të ardhur edhe nga Portugalia, edhe nga Spanja. Ne nuk po ndajmë tani më shtetet e Evropës, por edhe nga kontinentet të tjera, edhe nga Australia, edhe nga Azia e Largët kanë qenë pjesë e vizitave dhe vizitorëve të muzeumeve të Bashkisë Vlorë. Çfarë intereson më shumë? Arkeologjia, etnokultura e Vlorës dhe vlonjatëve, apo dhe ato element traditës tonë të përdorimit të përditshëm që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Vizitorët vendaset të huaj të Muzeut të Historisë në Vlorë në këtë ditë do të mund të gjejnë të hapur në këtë muze një ekspozit me pamje të luftës së Vlorës, por edhe shumë elementë të tjerë që flasin për historinë dhe traditat e shqiptarëve dhe vlonjatëve.